Ne duhet me lut Allahun fuqiplot për gjithë ata djem edhe vajza të cilët nuk ju ka dhimbë jeta që ne me kanë të lirë sot. Jeta s'ju ka dhimbë. I kanë dalë shkaut, 5 parës i kanë dhënë se për ta s'ka pas frikë. Dhe ne falenderojmë Allahun që në mesin ton ka pas edhe ka djem të tillë. Ka pas edhe ka. Po me emrin Allahut, çfarë ka nevojë. Amo gjithmonë mos harroni me besim në Zotin fuqiplot, me për ulje ndaj Allahut, me nënshtrim ndaj Allahut, kemi kuptim si besimtar. Telefonave uljani zonin. Edhe të rit, edhe të vjetrit. Uljani zonin telefonave. Mos i shqetësoni namaz falsit. Mos i shqetësoni besimtarët në xhami. Shqetësimi besimtarëve në xhami, wallahi është për gjunave të mëdha. Me pa gjunahin, me palon Allahu, me pa gjunahun me sytë tonë, se çfarë gjunahu është, ndoshta të në ditën e gatë kryt për i sejgjës, nuk e kishim qurë të kërku falë Allahut. Sepse keni pa, një telefon bën, tonë këthejnë e këshyrin. Një telefon bën namaz, i shqetson njerëzit. I shqetson. Imami thot, elhamdulillahi rabbil alamin, atje të drrrr. Apo? Edhe e hupe koncentrimin, ma falendrimit të takojnë Zotit botrave harruve. Ku i takojnë falendrimet? Zdin. Ke harru. Po ulja një zonin, është edukat, është etik që i takon besimtarit. Besimtari me këtë të regon devotshmëri. Besimtari me këtë të regon ngritjet besimit. Pasha Zote po. Sa i mirë është, kur është i kujdesshëm, kur është i vëmendshëm, kur është jashtëzakonisht i përpikt në atë që ka ardhur me bo. Në çka? Miro Allahut në sejdë, ç'është duhet. Ama jo, alo, më falë se jam namaz, në gjumo jam, pedin. Në gjumo jam, në gjami jam, në gjami jam. Qa? A penini? Qa mëse këshyoni? Po mëse këshyoni bura, po s'kini nevoj më këthy me këshyr. Po s'bën me këshyr. Wallahi nuk bën. Pa i fogu dhe burë, unë sa po flas? Pasha Allah unë po. Unë e po tha mëse këshyoni, amo që kjo është. Ama që kjo është. Se po, kur po him namaz, zani zërr. Vesh kini frikë Allahun. Kini frikë Allahun. Unë e mas pari, pastaj edhe jo. Është e dhimbshme. Është e dhimbshme mos etika me shtëpinë Allahut edhe me besimtarët. Qatje tu i do të pucat, nalë telefonit e këshyrjer. Të këshyri telefonin. Ko ka nalë. E mirë puna. Këpucat aty, të e kap derën, Allahumme ftahli e buaba rahmetik. Zoti im, me i hap mua dyrt e mshirës tënde. E këtë mi përmenë sa herë. Cilës mshirë? Mshirës se për ulljes ndaj teje, mshirës se koncentrimit ndaj teje, mshirës se kryerjes së namazit, mshirës se mës bomjes zhurëm, mës mi shqecu besimtarët. Ma mundëso Allah që unë mës mi shqecu tjerë. Unë mës mi shqecu tjerë. Edhe me këtë ke marrë shumë shpërblime. A mo vjen e telefonja të zërë, e nuk nalet të volë për dunja, si del për i tuj dunja, atje dunja, o ka dalë se ke melon këtë vallaj, o ke melon dunjan. Shka, ke melon, si doktori, si hoxha, si ushtaraku, si mjeku, si kush do koft, inxhinjeri atje, polici, gjykaci, krejt. Po, veç që është je kohë. Për ata, vallaj, veç që është je kohë, se ke melon këtë. Prandaj, mu përqendru në qëllimet finale që i kemë. Qëllimi final është që përmes kësaj dunjaje me fitu ahiretin, përmes kësaj dunjaje me fitu knasinë Allahut. Kur të vim xhami, me nal telefonin edhe mos më nal telefon. Çka tha hoxha në xhami sot? S'di valla. Pse s'din? Po s'di valla çashtu. Jo, din shumë mirë sepse ke nal telefon gjatë gjithë kohës. Ke nal telefon je knoç. Çka ke bë? Je shku bile hoxha tu legjeru në xhumo. Ai je shku je mshef mas dikuje ke çi telefoni aty në shtëpinë tina, tek këshyri pak të shfrytëzoj kohën. Ma përse marrë është. Pasha Allah unë marrë. Vallaj, marrja nuk ka zonë me folë, se kishë thonë qupi i tujt, hespi shpije, se si e për xhami ti. Si e për xhami? Qu! Jo e marrë me folë gjumon. Qu mërë për i tujt e po du me folë trup. Jo me rotla. Po trup po du me folë. Po qështu është. Sepse na si muslimon, pasha Allahun e madhruar, e lartë madhruar, e lartësuar, gjellë gjelalu, sikur të kemë frikë Allahun ç'është duhet,
jemi shembëltyr dhe shndrohemi në shembëltyr për të tjerët. Jo me bo xhamin loj. Xhamia duhet me kuptua vendi shejt, se Allahu ka shenjtru, jo ne. Allahu ka shenjtru dhe na kalon amanet neve. E kushdo që nuk e bart këtë emanet, ka me dhonë përgjegjësi para Allahut. E kushdo nuk kujdeset për këtë emanet, ka me dhonë përgjegjësi para Allahut. E kushdo që i shqetëson besimtarët, ka me dhonë llogari para Allahut. E kushdo që i shqetëson besimtarët, Allahu ka më thënë dikon që ka më shqetësu. Ka më shqetësu. E tani ndoshta ka më ardhur me lyp qetësi në xhami, vetë ka më ardhur me lyp qetësin. Se s'ka më gjithë qetësia xhamis. Pse? I kem shqetësu unë e ti, ndoshta dikur besimtarët në forma të ndryshme. Jo, kur të vinë në xhami, unë jam edhe jashtë xhamis. Por në xhami po flasim sepse është një adhurim shumë specifik i veçantë. Cili është ai? Mas pari është me ndëgju, nëse është duke u fol për Kur'anin, është duke u fol për Allahun, është duke u fol për atë anën shpirtërore që ne kemi nevojë në vazhdimsi, atëherë e ndi obligim me ndëgju edhe me përfitu diçka. Pastaj vjen namazi, pastaj vjen ezani, secila është zinxhir njëna me tjetrën. E ky zinxhir meriton që ne ta respektojmë. Ne të jemi të koncentruar, ama mos të jemi të shpërqendruar te imase, pafundësisht. Jo bre, le dunjon çati, tek pucat le. Çati le dunjon. Se dini edhe pazarin nuk lejohet më bo pazar në xhami. S'bën më bo pazar në xhami. Sepse xhamia është vendi i shejt ku ne Allahun e madhruar e falenderojmë dhe i për ulemi në forma të ndryshme në xhami. Duke nis prej 2 recateve namaz, duke fillu prej duas, duke u dhënë selam muslimanëve, duke fillu me 2 recate, pastaj duke mbajt qetësinë, duke kontribuar në qetësi, duke përpjek në vazhdimsi që me kanë gjonat ashtu sikur se lypet edhe kërkohet prej secilit prej neve. Edhe për një me kur dalim, me thonë po valla, jam kënaq. Jam kënaq, pse je kënaq? Çdo gjë ka qenë nivel. Qështu na ka hije si besimtar, qështu na ka hije si udhëtar drejt Zotit fuqiplot. Çdo gjë ndryshe, vallai s'na ka hije. Nuk na ka hije anarkia. Nuk na ka hije me ardh ditën e xumës dhe me fol. Edhe mos me di se çfarë ka bëhet. Jo bre, se disiplina është pjesë e jona, pjesë e besimtarit. Qofse s'kemi disiplinë, çka mo? Allahu i madhruar e don për neve qetësi. Jo që e kemi pa kur të kryjmë namazin, Allahu thotë shpërndanu në tokë. Shpërndanu, hesni, punoni, angazhonu. Ama kur të vim në xhami, Allahu po thotë me shpejtu. Pse me shpejtu? Me nga, jo mos me nga. Ama me kuptu që e kini emanet të ranë, e kini detyrë të rëndësishme me kry, niso. Po kryje me nder, kryje me respekt, kryje me qetësit plot, kryje me sinqeritet plot. E ky sinqeritet të ngritë Allahu, e ky sinqeritet duan të Allahu me konë me pesh. E pastaj ka kuptim adhurimi edhe ka kuptim çdo gjë. Edhe kur i shef tjerë që ta fyjnë fen, gërditesh prej tyne. Se të jenë gjenë, ke fillu me njoh fen mirë, gërditesh, e shet që ajë të kallëzu pallavra, o të kallëzu pallavra, o të kallëzu ranë, o të kallëzu pralla e sapi, kur gjë tjetër hiç. Sepse e din se feja, Islami është i pastërt dhe Islami kërkon prej neve që në vazhdimsi të jemi shembullin më i mirë. Allahu ka thonë Kur'an: "Wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana." E ju o besimtar që ma keni dhënë besën që adhuroni Allahun dhe jo dikon tjetër, shembëltyrën më të mirën e keni në të dërguarin, në të dërguarin Allahut, Muhammedin alayhi salatu wassalam. Çdo herë lejtërt merr shembull Muhammed alayhi salam. Ka qenë modest. E dini, pejgamberi sallam nuk ka fol me emra. Çka është puna jote? Që ke bëu kështu? Jo. Kur ka qenë mesin e shokëve të tij, por ka thonë çka është puna e atij që bën kështu e kështu e kështu. Edhe ai ka marrë vesh, por të njëjtën kohën edukuar të tjerë që kanë pas nevojë për edukat të tillë. Edhe kry puna. Amo neve na bjen ka njëherë me përmen njëherë 2 e 3,
por prap duhet me përmend se nuk është ngulit thellë, edhe nuk pe kuptojmë që xhamia është e shejt, ndaj ne duhet me shenjtru me veprimet tona. Bile, na duhet edhe me falendru Allahun o vllazni, se jemi në këtë vend shejt, edhe jetojmë, edhe falem, edhe për ulemi lirshëm, kemi liri, nuk na nguc dikush, nuk qyrim, a ka dikush të dera që ne kanë zonë derën, sikur se ka qenë e din të një pjesë, së tash ka dhe djemë tri që se kanë përjatuat kohiq, kohën para luftës. Mas pari fillimisht kjo s'ka qenë kjo xhami hiqtu, pastaj është falë në frikë, sa a thu, apo hinë që tash shkijet. A ka këso raste, plot ka raste, a i kanë rejt u shku në xhami, plot i kanë rejt, i kanë lomit, e ne duhet me falendru Allahun për këtë mirësi, e ne duhet me lut Allahun fuqiplot për gjitha ta djem edhe vajza të cilët nuk ju ka dhim jeta që ne me kanë të lirësat. Jeta si ju ka dhim, i kanë dalë shkaut, 5 parës i kanë dhënë se për ta s'ka pas frikë, dhe ne falendrojmë Allahun që në mesin ton ka pas edhe ka djem të tillë, ka pas edhe ka, po me emin Allahut, cerë që ka nevojë, amo gjithmonë mos harroni me besim në Zotin fuqiplot, me për ullje ndaj Allahut, me nënshtrim ndaj Allahut, kemi kuptim si besimtar. Ka kuptim jeta jonë, ka kuptim besimi jonë, duke bashkëpunu, duke qenë të afërt njëri me tjetrin, edhe duke kuptu edhe njëherë po kthejna që ty, që kur të vijmë shtëpinë Allahut në xhami, me kuptu se xhamia është e shejt. Edhe çdo zhurmë me jamja, ka mundësi me ngarku veten. E nëse ja qesim lapsin, kur dhe me dalë për xhamis, namazin që e kom ba, edhe zhurmen që e kom ba, i kom shqetësu të tjirë, ma shumë kom hinë gjunat që kom arsët, e se kom falë ndërshta drejken, se sa që kom marë se vape. Shqetësimi i besimtarëve është i ranë, prandaj shumë të kujdesshëm, ama shumë të kujdesshëm. Dhe kjo të regon edhe herë për neve, në vazhdimësi, se sa seriozisht e kemi rrugtimin tonë drejt Allahut. Së cili pej neve, pa asnjë përjashtim, ka me lyp që ditë një ditë, që ditë që jemi sot, ka me lyp i ditë. Së cili pej neve, që jemi, ka me lyp i ditë, po nuk ka mundësi me unëzonë. S'ka mundësi me unëzonë, se përfundojnë ditë, mujt edhe minutat, edhe sekundat, edhe vjen momenti që duhet me lëshu këtë dunja. Prandaj, të punuarit sot, të angazhuarit sot, bën që nesër, me lejnë Allahut me undi qetë, e me undi komod, në udhëtimin ton pas kësaj bote, në udhëtimin ton të ri, pas vdekjes, fillimisht me vdekjen, pastaj tutje, sepse Allahu i ka garantuar besimtar që për ta nuk ka frikë as mërzi. Momentet kur e dorëzojnë shpirtin. Ju thon drejtën, deshta diçka tjetër me fol, krejt, mirë po çau lidhen këtë temë, Allahu na uzoj gjithherë ka e mira edhe ka e mbara e Rabbi.